Është një program që do të na sigurojë që duke filluar nga familjet në ndihmë ekonomike, ti pajisim me një kartë të cilën ata ta përdorin për të marrë ushqimet në çdo vend që ka kasë dhe kështu ne të garantojmë që gjithë çfarë paguan shteti për familjen ndihmë ekonomike shkon për ndihmë ekonomike, shkon për ushqimet bazë, sipas listës që do bëhet dhe nuk shkon as për raki, që merr një burr i dehur edhe shkon pi raki, as për bixhos, dhe ky është vetëm hapi i parë dhe ky është vetëm kategoria e parë, sepse pastaj do të kemi mundësi me këtë sistem që në rast se do duhet bërë një paketë mbrojtëse, të mund t'ja japim tek karta. Me këtë sistem do të bëjmë edhe gjithë mbështetjet për ata ushtarakët, për punonjësit e policisë, për të tjerë që shërbejnë jashtë qytetit etj.